Përshëndetje miq, në këtë kohë të gjithë ne përgatisim turshi për dimër. Po unë sot do t'ju tregoj se si unë i përgatis turshit e mia të preferuara, turshi me domate jeshile. Janë shumë të mira, kanë shije fantastike dhe që nuk zbuten. Në njën hedhim ujin, ufullën, kripen e trash, sheqerin, kokra piperit të zi dhe gjithë dafine. I lejmë derisa të marrin val. Marrim domatet jeshile, i presim në 2 anë dhe i vendosim në një kavanoz. Për t'i dhënë më shumë shije, unë i kam shtuar edhe një spec pikant, një spec djegës. E kam prerë në 2 copa dhe kam vendosur në kavanoz. Pastaj i shtoj domatet e tjera derisa të mbushet kavanozi. Në këtë kohë uji ka marrë val dhe ja kështu të nxehtë, ja u hedhim domateve, e mbyllim mirë kavanozin dhe e lëm të pushojnë për 10 ditë. Mbas 10 ditësh, turshit janë gati. Domatet kanë ndruar ngjyrë, siç po i shihni në video. Ja pra, tani janë gati për të servirur. Këtë turshi mund të shoqërojnë çdo lloj pijate, të drekës apo të darkës tuaj. Kjo ishte receta ime për sot. Ju bof mirë në